Shqipëria tashmë nuk është më një sekret, e izoluar për dekada, ajo po shndërrohet me shpejtësi në destinacionin më emocionues të udhëtimeve në Europë, shkruan revista kanadeze Holar Magazine. Fal fluturimeve me kosto të ulët që tashmë lidhin Tiranën me metropolet kryesore, numri vizitorëve po njeh arritje rekord. Vendi ofron një kombinim unik të qyteteve të vjetra osmane, rrënojave bizantine, plazhe të mrekullueshme në Jon dhe Alpet madhështore. Për revistën kanadeze, sekreti më i madh fshihet në veri. Porta hyrëse është Shkodra, e shndërruar në një qendër të gjallë turistike fal kalasë Rozafës dhe pazarit të vjetër, por sapo udhëton në lindje, peizazhi merr për masa përrallore. Kanjoni Lumi Drin dhe urat brus të liçenit të Komanit i lën vizitorët pa fjalë. Perla e vërtet mbetet Lumi Shalës, i pagëzuar si Tajlanda e Shqipërisë. Një kanjon i rrethuar nga shkëmbinj të lartë, ku uji është po aq i thellët sa dallon çdo detaj në fund të tij. I aksesueshëm vetëm me varg, ky destinacion ofron një arratisje magjike nga prilli në tetor me çmime që nisin nga 25 euro. Revista kanadeze sugjeron se Shqipëria duhet vizituar pikërisht tani. Infrastruktura është përmirësuar, çmimet mbeten të ulta dhe turmat e mëdha ende nuk kanë mbërritur. Sipas artikullit, Shqipëria mbetet një thesar në zbulime sipër, një moment unik që nuk do të zgjas përgjithmonë.